Bashkësitë dhe numrat real. Bashkësia dhe ndryshorja. Shpesh herë kur kemi bashkësi me shumë element, për shembull bashkësia E ka shifrat nga 0, 1, 2 deri në 9. Përdoret një shkronjë vetme, X, për shembull, themi X-i është nga E-ja dhe X-i merr të gjitha vlerat e mundshme të bashkësisë E. Për shembull, X-i mund të jetë 1, X-i mund të jetë 2, X-i mund të jetë 9. Pra, kjo quhet ndryshore e bashkësisë E. Shpesh kur kemi bashkësitë me përshkrim, jepen me anë të një vetije, X-et. Jepet një bashkësi me gjerë dhe në bazë të vetisë lidhet ndryshorja X dhe marrim bashkësinë A, që është më e vogël se bashkësia N. Për shembull, kemi këtu dy bashkësi, bashkësinë A dhe bashkësinë B. Lexoni bashkësitë A dhe B dhe tregoni mjedisin vetin karakteristike. Jepini me emërtim bashkësitë A dhe B. Bashkësia A lexohet është e barabartë me X nga N, të tilla që X në katror minus 4 baraz me 0. Bashkësia A jepet në mjedisin N të numrave natyror. Vetia është që X-i është zgjidhje e këtij ekuacioni X në katror minus 4 baraz me 0. Bashkësia B jepen X-et nga Z, nga numrat e plot, të tillë që X-i në katror minus 4 baraz me 0. Mjedisi është bashkësia e numrave të plot. Dhe vetia është që X-i është rrënjë e ekuacionit X në katror minus 4 baraz me 0. Po I japim me emërtim bashkësitë rrënjët e ekuacionit X në katror minus 4 baraz me 0, X-i në katror baraz me 4, X-i baraz me plus minus 2. Meqense bashkësia A ka vetëm X nga N-ja, pranohet vetëm rrënja 2 e këtij ekuacioni. Bashkësia B përbëhet prej rrënjëve të ekuacionit nga Z-ja. Këto janë që të dyja pranohet minus 2-shi dhe 2-shi. Japim konceptin e barazimit të dy bashkësive, bashkësisë A me bashkësinë B. Shikojmë, bashkësia A përbëhet prej gjithë numrave çift 2, 4, 6 në pafundësi. Bashkësia B, X-et nga N-ja, të tillë që X-et plot pjesëtohen me 2. Cilët janë këta numra që plot pjesëtohen me 2? 2-shi, 4, 6 deri në pafundësi. Çdo element I bashkësisë A është element I bashkësisë B. Dhe anasjelltas, çdo element I bashkësisë B është element I bashkësisë A. Pra këto dy bashkësi janë të barabarta. Bashkësia A ka element A, B, C, 1, 2. Bashkësia B ka 1, 2, A, C, D. Këto dy bashkësi ndryshojnë nga një element. Kjo ka B-n, kjo ka D-n. Nuk ka rëndësi renditja, por rëndësi ka që çdo elementi A-s të bëj pjesë në B. B-ja elementi A-s nuk bën pjesë në B dhe D-ja elementi B-s nuk bën pjesë në A. A-ja dhe B-ja nuk janë dy bashkësi të barabarta. Në qoftë se dy bashkësi janë të barabarta, numri I elementëve të bashkësisë A është I barabartë me numrin e elementëve të bashkësisë B. Anasjelltas nuk është gjithmonë e vërtet. Mund të jenë me A-ja me 5 germa, B-ja me 5 numra, numri A-s është I barabartë me numrin e B-s, por A-ja nuk është e barabartë me B-n. Koncepti I nënbashkësisë. Bashkësia A kemi 1-shin, 2-shin, 3-shin, 4-ën me radhë. Po të marrim, këtu kemi të gjithë numrat natyror. Në bashkësinë B, fusim të gjithë numrat tek, 1, 3, 5 me radhë. Çdo element I bashkësisë B bën pjesë në bashkësinë A, po jo çdo element I bashkësisë A të bëj pjesë në bashkësinë B.
Bashkësia B është një pjesë e bashkësisë A dhe B-ja përfshihet tek A-ja, themi në këtë rast që B-ja është nën bashkësi e A-s. B-ja është nën bashkësi e A-s, në qoftë se çdo X që bën pjesë në B, bën pjesë dhe në A. Me diagram veni kemi bashkësinë A më të madhe dhe bashkësinë B më të vogël që përfshihet te bashkësia A. Kjo është shenja e përfshirjes. B-ja përfshihet tek bashkësia A, është nën bashkësi e A-s. Kujdes, mos të ngatrojmë shenjat, bën pjesë me përfshirjen. Kemi bashkësia A ka element 1, 2, 3, 4. 2-shi, si mund ta shkruajmë ne, që është elementi A-s? 2-shi bën pjesë në A. Ndërsa 1, 2 është një nën bashkësi e A-s dhe themi përfshihet tek bashkësia A. Jepem bashkësitë. A, x nga n, të tillë që x më i vogël se 5. B, x nga z, të tillë që x negativ. Dhe c, x nga q, të tillë që 2x minus 1 baraz me 0. Tregoni mjedisin dhe vetim karakteristike të secilës. Në të parën, bashkësia A, mjedisi është numrat natyror. Vetia, numrat natyror më të vegjël se 5. 1, 2, 3, 4. Bashkësia B, mjedisi është x-et nga z, është bashkësia numrave të plot. Vetia janë x-et negativ. Do me thënë nga minus infiniti vjen minus 3, minus 2, minus 1. Zerua jo. Bashkësia C, mjedisi është bashkësia e numrave racional. Vetia, x-i është rrënjë e këtij ekuacioni, x-i baras me 1/2 është numër racional. A janë të barabarta bashkësitë? Bashkësia e numrave natyror dhe bashkësia A, x-et nga z, të tillë që x-et janë pozitiv. Numrat e plot pozitiv janë numrat natyror, pra janë të barabarta. Bashkësia N dhe bashkësia B, x-et nga z, të tilla që x-et më të mëdhenj baras se 1. Edhe këtu kemi 1, 2, 3 me radhë, janë gjithë numrat natyror. Janë bashkësi të barabarta. Në secilin çift të bashkësive të tregohet bashkësia që përfshihet te tjetra. A, bashkësia e katërkendshave. B, bashkësia e rombeve. Bashkësia e rombeve, B-ja, përfshihet tek A-ja, është nën bashkësi e A-s. Çdo romb është katërkendësh, po jo çdo katërkendësh është romb. Me A kemi bashkësinë e numrave natyror. B kemi numrat e plot, e dim që A-ja përfshihet tek B-ja, numrat natyror përfshihen te numrat e plot. A, x-et nga q, numra racional, të tillë që x-i më i madh se 5, dhe B, x-et racional, të tillë që x-i më i madh se 5. Është e qartë që x-et po që janë më të mëdhenj se 5, janë dhe më të mëdhenj se 1. Atëre B përfshihet tek A. Paraqitni këto bashkësi me përshkrim dhe me anë të ndryshorit. Numrat natyror më të vegjël se 5. A-ja baraz x-et nga n, numra natyror, të tillë që x-et janë më të vegjël se 5. B, numrat natyror më të mëdhenj se 7. X-e nga n, të tillë që x-i më i madh se 7. C, numrat e plot, x-et nga z, të tillë që janë më të mëdhenj se minus 4 dhe më të vegjël se 0. Kjo është bashkësia C.